Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar rreth ngjarjeve më të fundit në fakt që po ndodhin në ferma VIP. Natën e mbrëmshme, apo nata e mbrëmshme, më falni, ishte një natë kulminante. Një natë që priteshte të merren vendime të ashpra. Një natë që priteshte të ndodhin cenzurime, që nuk do të shfaqeshin të gjitha videot. Arbana Osmani, moderatorja, e tha në një pjesë të emisionit që ne nuk i shfaqim të gjitha videot për të ruajtur formatin. Unë e kuptoj, por do të jetë etike të shfaqen dhe gjykime të merren në formën se si janë thënë gjërat, sepse nuk është e bukur të ofendohet një nën, t'i thuash tjetrës ti, më falni në shprehje, birkurve, automatikisht me atë fjalën e shpifur ti e mërton nënën e saj, jo mimozën, e mërton nënën e mimozës. Por, pasi që edhe mbrëm u tha që data 15 qershor do t'jetë data finale, nuk e kuptoj domethënë pse gjërat ndodhin në këtë formë, sikur Arbana mezi e bën këtë fermën, sikur Eduardi mezi presin që të mbaron, sikur u kanë dalë gjërat nga kontrolla. Domethënë data finale duhet të jetë një moment glamur për të gjitha ato lodhje që e kanë bërë fermerët, për të gjitha atë stres që kanë kaluar, domethënë duhet të jetë një moment i veçantë, duhet të duartrokitet, duhet të festohet, nuk e kuptoj domethënë pse u tha data 15 qershor, sikur është gjëja më pak e rëndësishme për këtë format, sikur është gjëja më e thjeshtë për këtë format, sikur Arbana nuk do më ta bëjë dhe do heq dorë për gjithmonë. Domethënë, unë mendoj që gjërat e bukura, gjërat glamur duhet të manifestuar dhe data e finales ishte një moment i thjeshtë. Kemi finalen 15 qershor, hajt miru pafshim. Domethënë, mu duk një gjë shumë jo profesionale dhe nuk e kuptoj, sinqerisht e shoh që sikur Arbana mezi pret që ta mbaron këtë formatin dhe të vazhdoj formatin e saj të preferuar me mbrëma yje. Po gjithsesi, a u dha vendimi i dur për Ilirin? Nuk u dha vendimi i dur, sepse në një format të ngjajshëm, siç është Big Brother, Jozi u përjashtua menjëherë nga Big Brotheri për këtë gjën, por më duhet ta them, nuk më pëlqen edhe Mimoza në arsyetime që i ka. Unë mendova që Mimoza natën e mbrëmshme do të ishte ajo vajza e cila do ta godiste Ilirin dhe do ta përdorte situatën me gjuhën që Iliri ka përdorur. Por Mimoza mundoi që t'i ruaj balancat, mundoi që t'i ruaj shoqëritë dhe nuk më duket mua e zgjuar për ta përdorur situatën dhe për ta nxjerr aleatin e saj më të fortë nga shtëpia. Unë e shoh që Mimoza preferon dhe dëshiron që kok më kok të shkon në finale me Ilirin dhe ta quan si arritjen më të bukur të jetës së saj. Në fakt nuk më pëlqeu qëndrimi i Mimozës dhe më pas qëndrimi i produksionit, sepse për ta përjashtuar Ilirin nga ferma, Mimoza e kishte mundësi në dorë dhe duhej ta bën më të madhen. Por unë domethënë shoh këtu një lojë e cila realisht domethënë banori e nxjerr produksionin keq, produksioni nxjerr banorin keq dhe nuk shkojnë gjërat ashtu siç duhet, ndoshta prandaj dhe ekziston ky dismotivimi i Arbanës për ta shpallur edhe natën finale në atë nivelin që ne në fakt prisnim që të shpallej. Mua do të më pëlqente që produksioni natën e mbrëmshme ta kishte nxjerrë Ilirin, sepse ti nuk mund të normalizosh një gjuhë të tillë, edhe pse Mimoza e kishte provokuar, por Mimoza e kishte provokuar në kuadër të shakas dhe dukeshte që në qiell që ishte shaka. Por nga ana tjetër, mendoj që edhe Mimoza e ka këtë dënimin të merituar, sepse nuk diti ta përdorën situatën e natës të mbrëmshme dhe menjëherë ndroi kartën, mos e ndrysho kartën, qëndro tek ofendimi. Zhaku ishte shumë i qartë. Zhaku me qëndrimin e saj ishte jashtëzakonisht e qartë. Do thënë Zhaku dinte se çfarë kërkon, ndërsa Mimoza u ndje tepër e ofenduar gjatë javës nga Iliri dhe më pas në Prime e ndryshon pllakën ashtu siç e ndryshoi, domethënë me Ilirin herën e parë. Dhe unë nuk e kuptoj cili është qëllimi i Mimozës. Ndoshta Mimoza ka një strategji për të shkuar me Ilirin drejt finales së madhe dhe për këtë gjë është duke e luajtur këtë kartën.